kam një vrejtje sot për këtë organizatën e kekut. Këto paqare do të them para juve, me siguri do t'i shkoje selam edhe organeve shtetënore, se do të transmetohet edhe në YouTube, edhe do t'i shkoje selami Bashkësisë Islame pra kryetarit Miftiut në Imtërnavës. Bëhet një diskriminim ndaj xhamiave. Pardje më thirri keku në telefon, veç me paguë borgjin se e këpusim. Shkova atje numër 10 ku paraqitesh, sa kemi borç? 417 euro kishim borç. 417 euro. Na jemi paguës gjithë. Mirë po, alhamdulillah, ardhën i ndruan ato orët, tash i ndruan orët, numrat digital, 4 lloj tash kanë dalë, për çka qëllimet tjera s'dihet më shumë unë. Sidoqoftë, shkon halli i kësaj 400 euro më prish, me këput rrymën, kjo është një marrë më ne bëm, pse më ne këput në po e paguajmë gjithë. Na dim që edhe shtëpia ka 4000 euro pa paguar. Unë e di. Edhe ka organizata pa paguar, edhe ose beja kërë kanë këtu se ka paguar, edhe kretë dollën në shesh ata fabrikantat s'po paguajnë. Pse ju xhamisë kështu më jabo? E tani një për aty në kek, më tharë një fjallë, unë më pëlqej që ke i qel, i hapur. Tha jo, hor, xhamia dhe tha, valla, a i vetë po punën në kek. Tha se kishat i kanë ka 10-12.000 euro pa pagua, edhe zgudzojmë kush m'ja u prek rrymën. E mu s'po m'intereson, tash a paguën kisha, as paguën, e s'më hinu dhe mu. Është organi, është shteti, është qeveria. Mu m'intereson, xhamis këtë ngulfatje në fyt, m'ja vu zban, se jemi të u paguë, prej juve për e lypim, një, edhe e dyta, ne kanë vu tarifën e pagesës, sikur të biznesit, 7.2. E kemi pas 4.2, ata që marrin vesh e di. Na kishim si të biznesit, si të supermarketave, si po na s'kemi këtu të gjarët lek, na nuk përdhem, na lypim prej poplit me pagua. Prandaj, këtë fjalë që po e tham, njëherë numër 1, prej 7.2-ve apeloj, kushtënie edhe kretëve kam ju thonë 4 me na i bon 4.2, që shë paguim shtëpijat na. Jo 7.2. Se na nuk jemi organizat biznesi, nuk jemi lokal, si jemi supermarket xhamijat. Kjo diskriminim ndaj nesh. Kjo numër 1. Këto kemi me qua selam kryesisë Bashkësisë Islame Miftiut në Imtërnava, mu marrë vesh me kekun me xhamijat e Kosovës. E jo më bëha i gare si cili çdo 3 muaj të më pru, jo presim, jo këputim. Po hec prej këpute drejt që e martë. Hajde këpute, hyp në bander. E zonin për do më në naltja, qëka e do bonti? Unë nuk di kush është ai arrogant në kek që lufton kundër xhamijave. Kjo një. E dyta, na kur ta paguajmë në për rrymën kamos, pse me pagu xhamin? Xhamijat duhet me kanë të liruara prej pagesës së rrymës. Na pa e qua zonin, po e paguajmë. E kemi paguar 10 vjet RTK. 33.000 euro në vjetë xhamijat kanë pagu për RTK. Pa televizora kemi në për xhamija. Kjo s'ban hiç. Prandaj inshallah ka me ndëgju këto fjalët Miftiu në Imtërnava, që prej në hytbe për ja përmendi edhe emni, që të mirët vesh me qeverin në krye, që xhamijat janë të liruara prej rrymës edhe prej ujit. Edhe prej ujit. Ata ujit kanë ardhur për Ramazanit me kërcënim fizik. Nuk mi ka shky syt, shka ki i dhe shpidos? Ta këputi, po hine këputi, i qënë, hajtë në ale. Hine në ale. Ta shë abdes që për mirë kanë halkit tja. E kanë pru një pikahit, ku me ditë pipi malit, edhe e kanë vuja dy qerë që aj me regjykës. Unë ja këputi, o një hine këputi, hajde. Për abdes ti për në inal ke ujin. Sa me pagua? Tha 2.800 euro kini borqë. Me qëfar ore? Paushal. E shko ti paushal paguje orën tonë dhe që e vjedhish atje. Shiko o vllaznit e mi musliman, ta dini kretë që jeni këtu në xhami, që ka një lëvizje. Kjo është kundër fesë islame. Njëherë kundra e zonit folshim, tash edhe me rrym kështu, kjo më në ngarkua kështu është.
edhe më na ngarkua dhe më na shqetësua. Inshallah, mirën vesh ata që e kanë përgjegjësinë më të madhe për hak të ujit edhe për hak të rrymës që mos dëmohet mes neve secili, ai atje shkon një tjetër më ardhi sot të shtëpia. Filan në Bayramcur tha unë kam ja unal rrymën për shkak. Unë shka kartë është unë në shtëpi. Të xhamia Bayramcurit, apo djali yt është atje imam, po një shkotaj atje, shka kartë unë. Ja Rabbi, një sulm. Një sulm, pse kështu islamit dhe muslimanëve? Wallahi do të jemi unik, nuk do të lejojmë kur gjë me radhë në tokë, se na jemi të vendit këtu. E paguajmë na, e majmë na. Na po e paguajmë, mirë, po këtë punë do ta kenë përgjegjësiat na nalt. Prandaj sot 420 euro i kam borxh, për mi pagu, se do t'i paguajmë patjetër inshallah taala, po është njëri atje që i mbledh sot parat, ka një euro ju më dhanë, kryhet që i borç edhe s'na vjesin në qafë edhe një herë, hajde se u presim. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Allahu na përmirësoft qeverinë e partitë politike, e na bashkoft, e gjithëve na unikoft, e na bashkoft të gjithëve, e të gjithë po vnofshim ta zhvillim tokën tonë, e ta majmë rendin dhe sigurinë të rrjet tona.